Përshëndetje, miq të dashur, jemi sërish në kuadrin e emisionit Konteksti Kohor me Hoxhën Piri Musliu. Hoxh, mirë se erdhe sot. Mirësëgjese, Allah shpërbleft. Allah shpërbleft aty. Amin. Hoxh, në natyrën e njeriu është i krijuar që për çdo punë të cilën ai e kryen të pres diçka në formë kompenzimi ose në formë të shpërblimi. Po ashtu këtë ndoshta edhe Zoti na ka bërë të njohur në Koran se është, domethënë, natyrshmëria e njeriu që të pres pra shpërblime. Këtë e dëshmon edhe premtimet e Zotit që i kemi, cilat përmenden në Koran. Pse duhet Zoti të premtoj tek robi në realizimin e punëve ndryshme? Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falendrojmë salavatet tona drejt Muhamedit alayhis salam, familjes, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij. Flasim për raportet e njeriu me Zotin dhe e kundërtën, domethënë raportet e Zotit Allah subhanahu wa taala me robërit e tij. Sigurisht se përfshin shumë dimensione, përfshin shumë fusha, përfshin shumë aspekte, nga ato të brendshmet, nga ato të jashtmet, veprimet, nga ato të cilat janë treguese për të kaluarën, nga premtimet për të ardhmen e kështu me radhë. Dhe pothuajse nuk ka asnjë aspekt i jetës së njeriut, në këtë rast jetës së besimtarit, përveç se do të gjejë një lloj lidhje me atë cilën Zoti xhaleshanuhu e ka bërë që të jetë në funksion të këtyre raporteve me Allahun subhanahu wa taala. Kur po flasim për këto raporte dhe po flas sidomos raportet me Zotin, raportet e Zotit me robën e tij, pra me besimtarët e tij. Flasim për një raport i cili buron nga ajo që besimtari e njeh në raport me Zotin, e që është buron nga ai i cili është i gjithdijshëm. Këto raporte burojnë nga ai i cili është i gjithëmshirshëm. Këto raporte burojnë nga ai i cili është bujar, ai i cili e dën robën e tij, ai i cili ja ka ofruar të gjitha atij që ta shpërblej e në asnjë formë që ta dënoj atë. Dhe në këtë rafsh, në këtë fushë do të kuptohen pastaj gjithçka që vjen nga Zoti. Allahu subhanahu wa taala tu e dit natyrën e jetës, cilën e ka bërë Allahu subhanahu wa taala të jetë sfidë, edhe të jetë e mbushur me sprova, me provime, të cilat duhet t'ja dëshmojmë jo për diçka tjetër, por thjesht për të dalë në fund dhe për ta marrë secili ato cilën e meriton. Allah subhanahu wa taala ka ditë natyrën e vështirë të jetës së kësaj bote. Dhe tek e fundit, ose duhet ta kuptojmë se po të mos ishte e vështirë jeta e kësaj bote. Domthonë, po të mos kishte provime të shumta, të gjithë do të kalonin, të gjithë do të ishin fitimtar. Por sfidat e mëdha dhe çëndrit e jetës shumë komplekse në organizimin e saj, në padrejtësitë që njeriu i sheh, në mangësinë e asaj që shpeshherë dëshiron edhe nuk mund të arrijë dot në raportet me njëri tjetrin, në raportet me familjen, me punën, deri tek raportet e shteteve mes veti dhe gjithë ato të cilat zhvillohen. Pra është një lloj arene e jashtëzakonshme e përplasjeve edhe e konflikteve, e përpjekjeve për mbizotrim, përpjekjeve për pas territor më shumë e kështu me radhë. Dhe e tëra kjo, pastaj sfidat e lakmisë, sfidat e epsheve, gjunaheve, të dëshirës së njeriu për të shfrenuar, për të dëfryer kështu me radhë. Të gjitha këto kërkojnë një disiplinë të jashtëzakonshme për të dalë në fund fitimtar. E Allah subhanahu wa taala për t'ia lehtësuar robët e tij kalimin e krejt këtyre sfidave, edhe këtyre pengesave gjatë rrugës, përveç se i ka tregu natyrën e rrugës, i ka dërgu pejgamber, i ka dërgu libra të shkallur, Allahu xhaleshanu i ka bënë diçka që është shumë special, është shumë e veçantë. Ajo është se Allahu xhaleshanu i ka premtuar robët e tij se ecti kështu, vepro ti kështu, fol ti kështu, bën ti kështu, se në fund kime pas këtë shpërbleme dhe kime pas ka me të prit kjo befasi, ka me të prit kjo e mirë, ka me të prit kështu e kështu me radhë. Kjo
Allahu xhaleshanu e ka bën nga mëshira e tij, nga rahmeti i tij, përndryshe edhe fare mos me bazë Allahu xhaleshanu këtë premtim, ne prap i kishim besuar atij, ju kishim nënshtruar atij nga madhnia që e ka ai, nga bujaria dhe begatia që na jep në momentin e zbatimit të këtyre urdhave, e madje edhe për ata të cilët nuk i zbatojnë këto urdha fare. Andaj premtimet që Allahu xhaleshanu i ka bën, pra vijnë nga Zoti, i cili është bujar, i mëshirshëm, i cili dën nga robët e tij sukses dhe ja lehtësojnë pastaj besimtarit kalimin e sfidave, edhe të pengesave, edhe të josheve të ndryshme, sepse në fund e pret diçka shumë madhështore. Një besimtar i cili beson në Zotin dhe e ka të qartë rrugën për në xhenet, pse është e nevojshme të ketë premtime nga ana e Zotit, përderisa ti e beson dhe nëse ti e beson, pra nuk i nevoj me të premtu, se ti e din që Zoti nuk ta hub, Zoti është i gjithdijshëm, e din gjendjen tonë, e din sakrificën, e din mundin. Pse është e rëndësishme me përmend edhe cilat janë disa prej premtimeve në Koran që i ka përmend Zoti? Premtimet Allahu subhanahu wa taala janë të shumta. Premtimet e Zotit janë të shumta, madje janë të natyrave të ndryshme. Fillimisht Allahu xhaleshanuhu i premton robit të tij se ai i cili jeton sipas besimit, ai do ta ka jetën e mirë në jetën e kësaj bote. Një premtim shumë i nevojshëm, një premtim i domosdoshëm, një premtim që njerëzit megjithatë jo të gjithë e besojnë. Madje e kanë mundësinë ta provojnë, e kanë mundësi ta prekin, ta jetojnë, ta përjetojnë, megjithatë nuk i besojnë nga frika se po humbin diçka nga të mirat e kësaj bote. Andaj Allahu xhaleshanu ka thënë në Kur'an, duke premtuar, e ky premtim sigurisht se të gjithë ata të cilët i kanë besuar, e që kjo shumë është më rëndësi, domthonë besimi në këto premtime, na kanë dëshmuar se e kanë gjetë ato që Zoti ka premtuar. Andaj Allahu xhaleshanu thotë, duke e adresu njeriu se ku e gjon jetën e mirë të cilën ai të jetën e tij e kërkon, Allah subhanahu wa taala thot, ajo gjendet tek besimi edhe punët e mira. Besimi edhe punët e mira, thot Allahu xhaleshan falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kena më mundsu aty në me jetu jetë të mirë. Ky është premtim. Dhe xhama dikant nga robët e Zotit, në të kaluarën, edhe sot e kësaj dite, që beson fuqishëm, edhe ban punë të mira, pra që këtu i ka të rënjosura në veten e tij, në zemrën e tij, e i ka të shfaqura pastaj në veprimet e tij, përveç se do ta dëshmoj se jeta e tij e mirë buron nga shpirti, nga qetësia që Zoti ja çon atij i cili jeton e tillë. Ky është një nga premtimet e Zotit. Premtim tjetër Allahu subhanahu wa taala që u ka dhënë robëve të tij është triumfi dhe fitoria. Është triumfi dhe fitoria dhe udhëheqja dhe mbizotrimin tokë. Dhe ky është premtimi i Allahut subhanahu wa taala, i cili na nuk e kem asnjë dilemë. Madje edhe nëse arrin situata deri në gjendjen e pashpresë të njerëzit, ne i besojmë premtimit të Zotit. Se çysh si e sjell Allahu subhanahu wa taala punën, çysh e ndryshon Allahu xhaleshanuhu, ajo është pastaj tjetër çështje. A jemi ne meritor, as jemi tani është temë tjetër, po flasim si premtime. Allahu xhaleshanuhu ka premtuar ndihmë për robët e tij. Allahu subhanahu wa taala kanë haqqan alejna nasr almu'minin. Sot Allah është obligimi joni. Ajo që e tham fillim, Allah ka marrë përsipër, ka marrë obligim. Obligim jo se detyron dikush, ose jo në kompenzim të ndonjë shpërblimi që e pret kështu më radh, po nga bujaria e tij, nga rahmeti i tij, nga mëshira e tij, nga dija e tij, nga domethënë urtësia e tij, Allahu po thot, ne kemi marrë përsipër. Është obligimi joni ndihma e besimtarëve. Pra hoqë premtimet e Zotit nuk janë premtime vetëm të botës tjetër, se na kështu e shohim Kur'anin, pra që Kur'ani gjithmonë shpërblimet i merr në botën tjetër, pra ne po i prekshëm të shpërblime nëse dihme i pa. Realisht feja ka ardhur që njeriu t'ia rregulloj jetën e kësaj bote, e pastaj botën tjetër.
Dhe çdo disbalancë mes këtyre kuptimeve, pra mes kuptimit të jetës së kësaj bote dhe botës tjetër, sigurisht se njeriu do ta sjell tek dyshimet, do ta sjell tek keq kuptimi, keq informimi dhe në fund edhe punë të gabuara. Andaj të gjitha këto premtime janë të kësaj bote. Edhe jeta e mirë, edhe ndihma, edhe mbizotrimi, të gjitha janë të kësaj bote. Allah subhanahu wa taala kur po premton dhe kur po thot kemi me ballë, kemi me realizu, gjithmonë Allah subhanahu wa taala po e bën një lloj kushtimi, një lloj kushtëzimi. Një lloj kushtëzimi para se dalim tek premtimet e botës tjetër, të cilat sigurisht se janë të mahnetshme. Por po flasim për premtimet e këtushme, se është shumë e nevojshme që ta kuptojmë pse çësia jonë ndaj këtyre premtimeve shpesh është e zbet. Shpesh nuk është me bindje të plot. Shpesh ne nuk i besojmë. Ne nuk besojmë. Për shembull, Allah subhanahu wa taala ka premtuar se ai i cili shpenzon në rrugën e Zotit një, Allahu xhenon do t'ja shumëfishoj me 10 e 700 e kështu me radhë. Kështë premtimi Allahu xhaleshanuhu. Imagjinojnë nëse në këtë dynja, një bankë e caktuar, të thotë se këtu do të deponosh kaq, edhe në fund ditës, në fund muajit, në fund një periudhë të caktuar, do t'i marrësh të shumëfishuara ato cilët i ke deponu. Radha do të bëhej, po. Pse premtimin e Zotit, cilin Allah subhanahu wa taala ka premtuar, ne e shohim ka pak me hezitim, pak me një lloj plagështie, një lloj domon zbatim, një lloj prove ta provoj apo bëhet ajo. Nëse kjo çështje jo ndaj premtimeve. A është kjo rezultate mosnjohjes e Zotit hoxh? Pa sigurisht. Mosnjohja e Zotit, madhështisë e tij, gatishmërisë e tij për të dhënë premtimeve të Zotit dhe mbi të gjitha është një lloj çështje e gabueshme e një lloj prove që shpesh ja bëjmë Zotit. Një provë. Hajt të baj, po të provoj se si po del. Andaj tek premtimet e Allahut subhanahu wa taala është rregull. Ato duhet të besohen. Ato duhet të jetë i bindur njeriu dhe duhet të kryej detyrat dhe obligimet që ai ka. Sepse tha më herët, pothuaj se të gjitha premtimet kanë ardhur me një lloj kushtëzimi. Andaj e pa atje, e don jetën e mirë, nevojitet besim dhe vepra të mira. E don ndihmën Allahut subhanahu wa taala, nevojitet qenurit besimtar. Andaj pastaj kjo është relative. Mu'minin, nasrul mu'minin, ndihmën e besimtarëve. Kjo është relative sepse ne nuk mund ta masim, nuk kemi ndaj matë se e matë, kë e plotson këtë. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili din. Andaj ata të cilët ja kanë dëshmuar të kaluamën Allahu xhaleshanuhu dhe e kanë plotsuar emrin e tyre besimtar. Në këtë rast besimi është, në këtë rast qenurit besimtar është edhe besimi në premtimet e Allahut subhanahu wa taala. I kanë kryer pro detyrat e veta. Unë nuk kam asnjë dilemë se mrekullia e Allahut subhanahu wa taala në zbatimin e premtimeve është e jashtëzakonshme. Nëse i kthehemi kontekstit kohor dhe shohim shembuj që sahabët kanë jep atë që përmendet të pasurisë, pra frikën për varfëni ose frikën për furnizim, shohim se edhe ndoshta disa problematika që mund të lidh me sot, edhe kanë pas fëmijë shumë, për të cilën na sot frikohemi shumë, edhe kanë jep shumë pasuri, që tash ndoshta mund me lidh me këtë që i kanë besu premtimeve të Zotit, a është ky rezultat? Gjerata sahabë është gjerata cilën duhet studiohet gjatë, edhe duhet të flitet gjatë për ta. Sepse ata janë shembulli më i mirë i kuptimit edhe i zbatimit të mësimeve të Zotit. Ata janë shembulli më i mirë i kuptimit dhe i bindjes, pra i besimit, i kuptimit dhe i zbatimit të premtimeve të Zotit edhe mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Nëse flasim për sahabët, do të shohim të gjitha sferat e jetës. Ti përmendë një që është shumë e rëndësishme, e cila sot përbën problem të madh shoqëror. Madje e lexoja dikun me një artikull me një shtet jo shumë larg neve, thotë janë mbyll 700 shkolla. 700 shkolla ishin mbyll brenda një periudhe jo shumë të gjatë, ndërsa
këtë krizë jemi të pa, edhe pse jo fuqishëm, po shenjat e para kanë fillu me ardhur edhe tek ne. Pra frika e të ardhmes në aspektin e fëmijëve, në aspektin e furnizimit, në aspektin e pasunisë e kështu me radhë. Kur po flasim për këtë aspekt, sahabët janë mrekulli e bindjes së tyre në caktimin e Zotit. Por kjo është trashëguar tek natyrshmëria e pastër e njerëzve madje deri tek prindtan. Ata nuk kanë pas kushtimisht po nuk kanë pas njohurit ndoshta që sot na I kemi për shkak të mangësive të kohës në lexim, studim, në marrjen e informacionit, në marrjen e dijes së kështu me radhë, ama ata kanë pas bindje. Ata kanë ditë Zoti është furnizues edhe kaq. Kaq mjafton. Se si e çon Zoti xhaleshanu pasaj është çështje tjetër. Por ajo që është shumë e rëndësishme, Allahu më sali dhe për të gjithë besimtarët, të gjithë ne është që ne të shohim premtimet e Zotit nga këndi I mundësive të Allahut, jo I pamundësive tona. Dhe nga këndi I urtësive të Zotit në zbatimin e tyre, në kohë dhe rrethana dhe hapësirë kur Allahu xhaleshanu e sheh të përshtatshme dhe të duhur, jo në ngutin ton. Sepse ne si qenë jemi të ngutshëm. Prandaj zgënjehemi shpesh. Edhe zgënjehemi shpesh dhe nuk jemi të gatshëm për projekte të afatgjate. Ne jemi të gatshëm për projekte afatgjate. Ne edhe punë tash kur I krym shkeleshka sot për nesër, kupton. Sidomos me kon para zgjedhjeve ose në fushata kështu me radhë. Ato kryhen sepse ne nuk kemi, domthonë, strategji afatgjate. Tek sahabët, tek kjo gjenerat e artë, e kuptimeve, dhe neve, ajo që ne sot na nevojitet, kur po flasim, janë kuptimet, janë bindjet. Sahabët kur I besuan pejgamberit I besuan në projekt, I besuan në shpallje, dhe I besuan në projekt. Dhe ata e kishin po themi, e kishin të pa instaluar, se a do t'jen ata përfituesit dhe a do t'jen ata të cilët I shohin rezultatet e këtyre realizimit të këtyre premtimeve. Andaj ata I besuan pejgamberit dhe dhanë gjithçka me ta. Ata I besuan Kuranit si fjalë e Zotit dhe zbatuan gjithçka. Ata I besuan premtimeve, xhenetit Allah subhanahu wa taala dhe dhanë gjithçka. Po ta përmeni një shembull kështu vetëm si ilustrim edhe pse çdo moment I sahabëve është I tillë. Në një nga betejat, pejgamberi sa më thot kumu ila al-janna, ngrituni për xhenet. Arduha as-samawati wal ardu, gjësia e cilët është sa qiejt e toka. Edhe thot janë për sahabëve, ja Rasulullah, xhenet, po. Edhe thot I kishte disa hurma në dorë, të cilat edhe I pa ato hurma, edhe I hudhi. Edhe bani kështu si popullet të nasën, bëh, në shprehje që çka të bani kështu, thot, nuk po mpritet, po mduket gjatë, xhenet. Edhe tu lëviz, thot wallahi, po e ni e shumë raihatul janna. Po e shijoj aromën e xhenetit. Premtim. Besim në premtim. Pejgamberi sa më tha, ose tjetër sahabit, cilët pejgamberi sa më tha, kush në kontekst që e kishin, thot kush e ban kët e ka një pall në xhenet. Edhe shkoi ja dha kupstin me 600 pall, 600 pallma të hurmave për një hurmë në xhenet që pejgamberi sa më I kishte premtuar. Kësi rasër dhe kësi histori që janë të pafundme, sepse ata ishin të bindur, po flasim për çështje shumë praktike, ndërsa ajo që neve sot na nevojitet shumë dhe na vjen shumë është besimi në projekt. A beson në projektin e fesë? A besojmë na sot në bindjen? A jemi të bindur në premtimet se Allahu xhaleshanu e ka zbrit këtë fe dhe është zgjidhja e vetme për njerëzimin? Ta kem bindje Allah, le të quhet dynjaja le të ofron çka do që të ofron. Këtë në dynja le të quhet. E le të propagandojnë, e le të me forcë le të bajnë, le të veprojnë, e le të investojnë, ne jemi të bindur se mësimet cilat e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala janë më të mirat, më të duhurat, madje janë të pa alternativë. Sepse Allahu xhaleshanu thot për Kur'anin,
Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ky Kur'an udhëzon, drejton në atë e cila është më e mira. Pik. Bindje. A jemi bindur? A jemi të bindur në vërtetësinë e shpalljes e pejgamberit alayhis salam? A jemi të bindur në pastërtinë e shokëve të tij? A jemi të bindur në sakrificën e tyre? Sepse në bazë të këtyre bindjeve të cilat ne i kemi, ne letë pastaj e ndërtojmë bindjen për të ardhmen. Ama në qoftë se ne nuk jemi të bindur në librin e Zotit, në Kur'anin, në qoftë se ne nuk jemi të bindur në saktësinë e shpalljes e pejgamberit alayhis salam, në qoftë se ne dyshojmë në fjalët e tij, nëse ne dyshojmë në mësimet e tij, në çdo kush që vjen dhe çdo kush që na ofron diçka, ne kemi me vrapu pasaj. E njerëzimi që prej kur e ka braktis ndjekjen e këtij shembujve, imagjino ma sa flamurave ka nga. Flamurat kuqe, flamurat nxie, flamurat lloj-lloj. Për flamurat kuqe, po flas për flamurat komunizmave, flamura po thënë. Pse janë mundu ose e kanë ofru ose janë përpjek me i dhon alternativa. Jetojnë ku pësojnë kur pësën fond thënë ja valla s'ka ka kanë mirë. Po s'ka kanë mirë apo. Se s'mundet me kanë mirë diçka e cila është në të kundërtën e asaj që Zoti ka premtuar. Andaj është shumë e rëndësishme nëse besimtar me këtë të bindur në përmtimet e Zotit. Ne jemi të bindur në ato që Allahu subhanahu wa taala na ka ofruar, jemi të bindur në jetën tonë që jetojmë të tillë, jemi të bindur. Namaz me këtë bindur namaz a falesh pas ditë, ne jemi të bindur se është puna më e mirë që mund ta bëjmë. Jemi të bindur në agjerim, jemi të bindur në zakat, jemi të bindur, po flas edhe në aspektin praktik të punëve që cilat i bëjmë, sepse për të gjitha këto, Allahu xhaleshanu nuk na ka obligu abethe, nuk na ka obligu shkeleshka, por secilin prej tyre ka bëu Allahu me hikmetin e tij, me urtësinë e tij, dhe në fund padyshim se pret shpërblimi i tyre, e madje ne jemi të bindur edhe në këto bashkë bisedime të cilat i bëjmë këto se është puna më e mirë që mund t'ja ofrojmë të tjerëve. Inshallah. Po shikoa për një pauzë, sigurisht do të kthehemi në pjesën e dytë për të diskutuar më gjatë. Të dashur shikues, qëndroni me ne, do të rikthehemi pas pak me Hoxhën Berem. Të dashur miq, jemi në pjesën e dytë të emisionit Konteksti kohor me Hoxhën Berem Mesliu. Hoxh, e pam se bindja është çelësi i suksesit, të realizimit, shijimit, të qetësisë dhe rahatësisë në këtë botë. Po ashtu edhe në shijimin e këtyre premtimeve që ne kemi jep. Mi po na peshohemi shpesh, domethënë jetën e përditshme që njerëzit ose muslimanët në disa prej punëve kemi bindje, për shembull kemi bindje në namaz, kemi bindje në Ramazan, do të cilat na i praktikojmë, por në disa të tjera nuk po kemi shumë bindje. Pse ky seleksionim? Realisht problemi i seleksionimit dhe i besimit po themi të përgjysmuar është problem që Allah subhanahu wa taala madje e ka trajtuar në Kur'an. Dhe duhet ta kujtojmë një gjë, vëllai Sale, se feja mund të jep margaritarët e vet, mund të jep fuqinë e vet, mund të jep atë madhështinë e funksionimit të saj vetëm me një kusht. Vetëm kur besohet dhe praktikohet e tëra. Vetëm kështu. Sepse feja është një tërsi, e cila shpesh herë mbetet peng e disa mangësive të caktuara të papërfillshme nga ne. Nëse mund të themi, nëse mund ta parafrojmë këtë që të në po flasëm. Njëri mund të blejë një vetur të shtrejtë. Mund të jetë ndoshta 100.000 euro. Por ajo nuk do të funksionoj dhe nuk do të lëviz, po zëm qofse i mungon asaj në një një senzor dikun i rrymes atje dhe psaj mund të jetë i papërfillshëm në raport me çmimin total të saj. Ndaj ti nuk mund të thuash, po pse për kjo vetur nuk po ecë me 200-300.000 euro, po? Kur ajo pjesë mund të kushtoj 50 euro, mund të kushtoj 100 euro, mund të kushtoj 200 euro. Po. Për që to 200 euro, 100 euro, nuk po ecë komplet
Kjo veturë e cila kushton qindra mijë euro, po nuk hec. Sepse disa gjëra funksionojnë vetëm kur bashkëveprojnë si tërsi në të tërën e tyre. Andaj Allahu xhaleshanu na mëson se kjo fe funksionon vetëm si e tëra. Vetëm si e tëra. Andaj për shembull, 25 me 28 me dallimet që janë në Kur'an pejgamber që janë përmend. 25 pejgamber me i besu. 24 pejgamber me i besu. Njërin nga pejgambert mos me i besu, llogaritet se nuk i ke besu të gjithë pejgambert. Apo? 6 shtyllat e imanit janë. Të 5 me i besu. 5 me i besu. Njërin nga to mos me i besu, të gjitha llogariten që nuk i ke besu. Është punë e madhe. Ata njerëzit këtë e neglizhojnë. Andaj për shembull shpesh herë flasin për rregulla të caktuara të fesë. Kjo është halal, kjo është haram, ne halal të thënë haram, haram të thënë halal. Në çështje pa asnjë dilemë, ajo u rrezikon asgjësimin e komplet fesë. Andaj Allahu xhaleshanu thot: "E fatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd", apo i besoni një pjesë të librit e një pjesë tjetër po e mohoni? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi, sepse çaj Zot i cili ka zbritur atë pjesën që ti po i beson, çaj njëjtë Zot e ka zbritur atë pjesën që ti s'po i beson. Çaj Zot i cili ka premtuar shpërblime për namaz, çaj Zot ka premtuar shpërblim për shembull edhe për ndaljen e gibetit. Po zom. Çaj Zot i cili ka premtuar bereqet në shitblerje të sakt, çaj njëjtë Zot ka premtuar edhe kërcënim, ka kërcënu për ata të cilët bojnë mashtrime. Pse këto ban me besu e ato nuk ban me besu? Pse këto ban me ndje se Zoti po na sheh e ato ban me e neglizhu? Kjo është problem. Kjo është problem. Andaj në shumë nga çështjet të cilat ne sot e kemi problematike, ose ne nuk e bëjmë këtë lloj ndarje. Dhe kjo lloj ndarje, nëse kur gjë nuk humbim nga kjo, do të humbim rahatinë tonë shpirtërore. Problemet zakonisht na hoxhi kemi me, ndoshta jo shumë me botën, me këtë botë që ne jetojmë, se këtu shihen njerëz që jetojnë me islam, janë më të qetë, janë më të lumtur, të japin energji pozitive. Po premtimet edhe sheh plot prej muslimanëve për premtimet për botën tjetër, pra kur ti thu që bëni një punë, atë rastin që e përmendet, e keni palë në xhenet, nuk është fort mundar që aktivizon. Ju duket larg. Kjo është duk larg njerëzimit gjithmonë. A do të jetë bindja njëjtë si për premtimet këtë botë, si për botën tjetër? A njëjtë Zoti ka premtuar. I njëjtë Zoti ka premtuar. Andaj nuk e kem asnjë dilemë. E vetmja problematik për besimtarin mbetet distanca kohore derisa të arrim ato. Përndryshe nuk e kem asnjë dilemë. Wallahi nuk e kem asnjë dilemë në secilin nga premtimet e Zotit. Wa inna wa'dullahi haqq. Premtimi i Allahut subhanahu wa taala është i vërtetë. Wa man asdaqu min Allahi qila, e kush flet më sakt, më drejt, më vërtet se sa Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu që ka thonë: "Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat." Jannat, Allahu xhallahu ka premtuar atyre të cilët besojnë dhe bëjnë punë të mira xhenete. Në të cilat vjedhin lumeje, mira, pastaj pejgamberi ka thonë: "Ma la aynun ra'at", syni s'ka pa, wala udhunun sami'at, as veshi s'ka ndëgju, wala khatara ala qalbi bashar, as mendja nuk ka mujt me imagjinu. Aty ku përfundon imagjinata e njerit në bukuri dhe në ndërtim, aty fillon bukuria e xhenetit. Nga aty është starti dhe fillimi i të mirat që Allahu subhanahu wa taala i ka përgatit për banorët e xhenetit, ata të cilët kanë besu këto. Ata të cilët janë kënd bindën. Ata të cilët ju kanë besu premtimeve të Allahut subhanahu wa taala. Për atë arsye një nga momentet më të vështira edhe më të rënda, po njëkohësisht më të lumtura për një nga palë, është kur Allahu subhanahu wa taala përshkon: "Wa nada ashabul jannati ashaban nar." Dhe banorët e xhenetit do të thirren ata të zjarrit: "An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم." Banorët e xhenetit do të thonë: "O banorët e zjarrit, na e gjetëm ato që Allahu subhanahu wa taala na kishte premtuar." E gjan pallatet e xhenetit, e gjan të mirat e tij, e gjan familjet që do të jenë bashkuar, e gjan pejgamberin alayhis salam, e gjan shokët e tij, e gjan do ta gjajnë
premtimin më të madh që Allah subhanahu wa taala ka bërë, është takimi me Allahun, shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, shikimi në Allahun xhaleshanu, begatia dhe mirësia më e madhe e banorëve të xhenetit, e cila do t'i bëjë ata me harru gjithçka që ka në xhenet. Këtë mirat e xhenetit, cilat janë as mendja që si imagjinon, do të jenë të papërfillshme, do të jenë të parëndësishme. Në momentin kur besimtar do ta shohin ato, cilën Allahu ka premtuar. Wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, atë ditë kur do të jenë fytyra të ndritura, sepse do të shohin Allahun subhanahu wa taala. Ky është premtimi për cilin jetojmë. Ky është premtimi me cilin jetojmë. Ky është premtimi me cilin ne quhemi në mëngjes, edhe bim mbrëmje, edhe durojmë ndaj tjerëve, edhe bëjmë bamirësi, edhe falim, edhe agjerojmë, edhe flasim këto, edhe dalim, edhe kujdesim për familje, të kujdesim për vende, kujdesim për shtetë, kujdesim që të mos i bëjmë zullom kërkuj dhe pa drejtësi kërkuj, sepse kemi me dal një ditë me u taku me ato për cilin kemi jetuar, ai i cilin na ka kriju Allah subhanahu wa taala. Për secilin për punëve hoc do të me lidh me bindjen për Zotin, pra edhe punë praktike, që çdo ditë ne i bëjmë. E po çfarë do të kishin kuptim punë tona nëse nuk i lidhim me Zotin? Për çfarë? Çfarë kuptimi do të kishin kur ne kalojmë sot edhe lexojmë historitë e njerëzve të cilët kanë lënë gjumë të tmerrshme në jetën e kësaj bote, kanë bërë fesade, kanë bërë shkatrime, kanë prish popull, kanë prish shtete, kanë rënu qytetrime, kanë mbyt miliona njerëz. Çfarë kuptimi ka e kret ajo punë e tyre në momentin kur ata kanë shkput prej Zotit? Dhe kundërta, ata cilët kanë jetuar për Zotin, ata cilët kanë jetuar me Zotin xhaleshanu. Andaj imagjino këtë thirrje të banorëve të xhenetit, ata do të thirrin gëzuar, o banor të zjarrit. Wallahi na e gjetëm ato që Zoti na ka premtuar. E ju, a e gjet ato që Zoti ju ka premtuar? Përgjigjja e tyre do thotë po. Ata një nga momentet më interesante që Allahu xhaleshanu na përshkruan nga bota tjetër është kur do tërheken ose do tërheken zvarr banorët e xhenemit për xhenem. Do të hodhën xhenem, thënë me lajket atyne, alam ya'tikum rusulun minkum, as ju ka ardhur kërkush për juve? Alam ya'tikum nadhir, as ka ardhur kush më ju kallëzua? Do banorët e cilët e ruajnë xhenemin nuk kanë me besu se dikush ka ardhur dhe ju ka kallëzuar njerëzve në xhenet, në këtë botë, se çatje do të jetë përfundimi i tyre e ata kanë pru vetën me ardha për çatje. Andaj kjo thirrje e banorëve të xhenetit, drejtuar banorëve të zjarrit, ne gjetëm çato që Zoti na ka premtuar. E ju a gjet çato që Zoti ja ka premtuar? Përgjigja do të jetë po. Andaj pamja e besimtarit e këtyre premtimeve se gjithçka do të kalon, gjithçka shkon, pavarësisht çka flitet, pavarësisht çka bën, pavarësisht kush çka thot, e tëra do të jetë përfundim. Ashtu që i kanë thonë janit për njerëzve, ka thonë, qysh do të ndihesh ti, ka thonë në botën tjetër, kur të shkojsh atje, edhe do të ballafaqohesh me atë se atje nuk ka kur gjë. Apo do të thonë pyetje cinike pak, pyetje provokuese. Ka thonë, hiç nuk besoj se do të ndihna më keq, se sa ti kur të shkojsh edhe të vërtetojsh se gjithçka ka në vërtet. Kur ta vërtetojsh se gjithçka ka në vërtet. Andaj bindja jonë në premtimet e Allahut subhanahu wa taala, bindja jonë në xhenet, bindja jonë në xhenem, bindja jonë në takimin me Zotin, bindja jonë në peshore, bindja jonë se punë tona llogaritën, bindja jonë se do të na jepet libri i veprave tona, e ne do të shohim gjithçka që kemi bën, padyshim se nuk ka diçka që e qetëson shpirtin e besimtarit. Në secilën situatë që është, më shumë sa premtimet e Allahut subhanahu wa taala, premtimet që duhet besohen me bindje e duhet të jetësohen pastaj në çdo detaj të tyre. Hoxh, mos jena veç në përfundim të emisionit, ne padyshim edhe të këtij rrugtimi që ne kemi pas bashkë me shikues të emisionit Konteksti Kohor, a kemi premtim për këto takime, për shpërblime, të cilat ndoshta ne të aktivizojmë pak dhe të mendojmë se do të na pret diçka e mirë. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. E kush flet më mirë se ai që flet dhe thret në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, bën vepra të mira dhe thot un jam nga muslimanët, nga njerëzit që i nënshtrohen vetëm Allahut subhanahu wa taala. Vëllai Sale, ne besojmë me bindje se kjo cilën po e bëjmë është më e mira që mund t'ja ofrojmë vetes.
më e mira që mund t'ia ofrojmë familjeve tona, më e mira që mund t'ia ofrojmë shoqërisë, më e mira që mund t'ia japim këtij veni, më e mira që mund t'ia dham secilit dashamir, e madje edhe secilit i cili nuk i ndan mendimet e njëjta me neve. Ne jemi të bindur se ajo cilën Allahu xhalleshanu na ka premtuar, se rezultat i zbatimit të rregullave të fesë, se rezultat i ndaljes në kufit e Zotit, se rezultat i qetësimit të shpirtave tonë me bindjen dhe në caktimin e Allahut subhanahu wa taala, se rezultat i ndalesave tona dhe i frenimit ton në raport me lakmit edhe të mirat të cilat mund të lakmoj shpirti, në raport me punën dhe kontributin që e dham, pavarësisht meritave ose lavdatave të cilat i marrim ose nuk i marrim. Në premtimet të cilat Allahu subhanahu wa taala na ka premtuar se çdo kush që ecë në këtë rrugë, ai është në radhën e pejgamberëve, është në radhën e melajkeve, është në radhën atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me ta. Ne jemi të bindur dhe këtë bindje kemi të paluhatshme, se të gjitha ato të cilat i kemi bashkëbisedu gjatë kësaj serie, prej 40 takimeve, prej 40 emisioneve, janë ato të cilat nëse Allahu subhanahu wa taala na ka pranuar për shkak të sinqeritetit, lut Allahun e madh të na bëjë të sinqert, janë bagazh i madh që ne kemi me gjetë në ditën e gjykimit. Në njërin anë, në anën tjetër, jemi të bindur se çdo kush bindje kemi, që çdo kush që i merr këto mësime, duke filluar nga unë edhe ti, si bashkëbisedues të parë, e secili që i merr këto mësime, e jetson në jetën e kësaj bote, Allahu xhalleshanu nuk ka m'ia mungu shpërblimin. Kur po flas për shpërblim, në radhë të parë, m'ia pa hajrin dhe me pas dobi nga ajo cilën e ka mësu, e pastaj edhe shumëfishimin e shpërblimeve nesër kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Ne nuk do të kalonim tër këtë kohë, në këtë vend, në këto hapësira, pa pas bindje në gjithë ato të cilën e flasim, pa pas bindje në gjithë ato të cilën na pret, si rezultat i zbatimit të krejt asaj cilën po e flasim e po e bashkëbisedojmë së bashku. Andaj këtë që na mbetet është lutja sinqert Allahu subhanahu wa taala më na fal gabimet edhe lëshimet edhe paaftësitë edhe mangësitë të cilat i kemi, sepse gjithçka që ne mund t'ia qëllojmë është vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, dhe gjithçka që ne kemi mangu dhe ne kemi me tmeta është nga natyra jonë e dobët dhe nga mangësitë tona të cilat i kemi në jetën tonë. Hoxh, të falenderojmë shumë që ishit bashkë me ne, jo vetëm për këtë emision, por për gjitha emisionet, mesazhi i fundit për gjitha ata që na kanë pa. Po besoj ndoshta kemi me përcjell një falënderim. Allah i shpërbleft ty Saleh, edhe lut Allahun xhallashanuhu të na pranoj, na mundsoj të takohemi përsëri. Është përfundim i një serie, po jo i përfundim i rrugtimit. Ne do të vazhdojmë rrugtimet përsëri me lejen e Allahut subhanahu wa taala në format ose në mënyra tjera. Ajo që do t'ja thoja vetes në radhë parë është rishikimi i sinqeritetit dhe i njëjtit se për çka po e bëjmë këtë punë, e pastaj për të gjitha ata që na kanë ndjekë dhe na ndjekin dhe kanë pas mundësi të na ndjekin, këshilla e porosia ime do të ishte merrni nga ajo që e kemi thënë. Ne mund të kemi mangësitë tona, por ajo që është thënë e ka burim Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht se njeriu shpeshherë gjatë jetës së tij duhet të kërkojë momente të caktuara, momente ku zemra është e gatshme të pranoj, mendja është e kthjellët dhe në momente, në intervale të caktuara kur bëhet bashk prullësia e zemrës, kthjellësia e mendjes dhe mëshira e Zotit xhallashanuhu, aty nga ato momente kanë dalë ndryshime të mëdha, e synimi jonë është ndryshimi i madh në jetën tonë, po edhe në jetën e të gjithë atyre të cilët na ndjekin. Lut Zotin e Madh të na pranoj punë dhe veprat e mira. Një falënderim i veçantë, një lutje sinqert shkon për të gjithë vëllezërit tonë të stafit të realizues të PIS TV-s, duke lutur Allahun xhallashanuhu që të shpërblej, sepse ata e bëjnë punën më të madhe. Edhe pse nuk duken para kamerave, është një lloj sfide për ta, por sigurisht se nëse njerëzit nuk i dinë kush janë ata, Allahu xhallashanuhu i din sakt
dhe i din mirë se kush janë ata, padyshim se e tërë kjo që thuhet këto, me lejen e Zotit do të jetë edhe në peshorën e vejprave të tyre. Allahu xhaleshanu shpërbleft, Allahu shpërbleft aty, Allahu na takoft në momente, në vende, në projekte të cilat Zoti është i kënaqur me to. Allah shpërbleftos. Inshallah, Allah shpërbleft aty tani. Të dashur shikues, me kas po përmbyllim këtë takim dhe këtë varg të takimeve të emisionit Konteksti Kohor, duke ja falendëruar përzemërsisht të cilit për jush që ishit bashkë me ne në këtë rrugtim. Shpresojmë që të shihemi në takimet e tjera, në projektet e tjera, deri atëherë mbetshit në mëshirën e Zotit.